Korçës, Xhensil Shkëmbi që na pret atje, po Xhensil, si është ecuria deri tanishme në këtë qark? Në fakt është diku rreth 37% për sa i përket pjesëmarrjes së votimeve i gjithë qarku i Korçës, numër më i ulët ky se zgjedhjet e kaluara parlamentare, pasi në 2021-shin përqindja e pjesëmarrjes në votime ka qenë 46%, edhe pse ka ende kondër, kohë që momentalisht ndodhem në afërsi të fshatit Pirg, aty ku ka ndodhur një aksident shumë i rënd. Tre persona sapo janë shoqëruar nga ana e urgjencës drejt spitalit rajonal të Korçës, sepse me ndihmën e operatorit mund të afrosh një mjet mund të ketë fluturuar në thonjza për afro 40 metër nga rruga nacionale, duke bërë kështu që dy persona të cilat po udhtonin me këtë mjet të jenë në gjendje shumë kritike për jetën. Aksi rrugor Korçë-Pogradec është një aks e cili njëhet për sa i përket njëllave të zeza, aksidentet shumëta, ndërkohë që... Po merremi me numrat, me shifrat dhe ajo që shohim në ekran tani mua po më... Duhet thënë, makina ka fluturuar dhe është brenda këtyre vreshtave, çfarë, si ka ndodhur, se si ka përfunduar makina aty? Mund të na shpjegosh pak? Po, mendimin e operatorit. Po. Mendimin e operatorit. Pamja që shikni lart tani është rruga nacionale Korçë-Pogradec, afërsia e fshatit Pirg. Mjeti ka qenë me shpejtësi skëter, sipas informacioneve paraprake, për të mos e paragjykuar normalisht edhe punën e policisë së shtetit, për afro 40 apo 50 metra, mjeti ka fluturuar, mendohet edhe një herë sipas shpejtësisë të jetë lart, ka përfunduar në këtë lloj gjendje me ndihmën edhe të operatorit, ndërkohë që flasim për dy persona të cilët të jenë në gjendje shumë kritike për jetën, ndërsa një person i tretë i cili ka qenë duke udhëtuar me ta,